Hekurudha Shqiptare ka hapur procedurën tenderuese për zgjatimin e linjës hekurudhore nga terminali publik i transportit deri tek ish stacioni i trenit në Tiranë, në zonën e bulevardit të ri. Projekti ka një vlerë prej 1.54 miliard lekësh dhe synon të afrojë më shumë transportin hekurudhor me qendrën e kryeqytetit. Sipas projektit, pasagjerët që do të udhëtojnë me tren në linjën Tiranë-Durrës do të nisen nga ish stacioni i trenit në bulevardin e ri, i cili do të shërbejë dhe si stacion fundor për mbërritjet nga qyteti bregdetar. Në njoftimin zyrtar, Hekurudha Shqiptare bën të ditur se projekti për zgjatimin 4 kilometra drejt qendrës së Tiranës është një investim i ri dhe i ndarë nga projekti ekzistues i rehabilitimit të linjës hekurudhore. Financimi është siguruar nga buxheti i shtetit, ndërsa pritet finalizimi i procedurave për përzgjedhjen e kompanisë që do të kryejë punimet. Ndërkohë, kompania informon se mbi 97% e punimeve civile në projektin rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës, terminali publik i transportit Tiranë dhe ndërtimi i linjës së re drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës janë përfunduar.